Cifti Eli ditën e sotme u bashkua në një duet kaq të bukur bëhet fjale për këngën e re që Luizi e ka bërë me dy artistat e talentuar, por akoma nuk e ka publikuar Kiara me në fund shfaqet si pasagjere mbas gjithë kësaj kohe pa dal live në makinën. Luizin kjo sepse ata kanë qenë të zënë me projektet e tyre me shumë xhiro me makine bën e vogla e tyre me babi Luizin ata shfaqen të veshur shumë të trasht me rroba të gjata tashme në këto ditë të ftohta. Cifti po kalojnë me shumë kohë pranë njëri tjetrit. Kjo sepse është sezoni ku Luizi nuk ka shumë koncerte dhe është i disponueshëm në shtëpi ndërsa Kiara paraqitet në punë dhe ka mundësi kohore edhe për të dalë me familjen e saj. Ndërsa të voglën e tyre e kanë lënë në shtëpi sepse koha është shumë e ftohtë dhe qarkullojnë gri pra gjë që çdo prind duhet ta kuptojë mos t'i nxjerrë fëmijët jashtë mundësisht ose t'i veshi tash për t'i ruajtur nga acari i papritur që erdhi befasisht në të gjithë Ballkanin përfshirë dhe vendin tonë. Ata kanë një këshillë për të. Gjithë bëni kujdes nga i ftohti dhe pini sa më shumë cajra rini ngrohtë në shtëpi dhe vishuni trash kur dilni. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.